Në një kohë kur traditat rrezikojnë të zbehen nga ritmet moderne të jetës, një 14 vjeçar nga veriu i Shqipërisë po sfidon kohën me pasionin e tij për folklorin. Adrian Prela nga fshati i Balli Pukës me banim në Dugaxhin të Ri ka nisur rrugtimin e tij muzikor që në moshën 12 vjeçare. Me çiftelin në dorë, tupanin për krah dhe zërin plot ndjenjë, ai sjell jehonën e maleve në çdo tingull. Kam vazhduar që 2 vite që t'i bëj çiftelisë dhe tupanit, sepse më pëlqenin traditat, gjërat popullore kështu. 1 orë, 2 orë, sa të kem kohë. E ke me dëshirë apo? Me dëshirë. Po, unë vin nga Dugaxhini i Ri që të bëj kursin në Lezhë. Unë mbledhem dhe aty në lagje me tjerë që t'i bëj çiftelisë dhe janë shumë të kënaqur me ne. Kam nxjerrur një muzikë këngë për vendin tim, për vendlindjen. Dhe më pëlqen shumë. Adriani është një nga nxënësit më të dalluar në kursin e çiftelisë që zhvillohet në Lezhë, nën kujdesin e rapsodit të njohur Llesh Prenga. Me pasion dhe përkushtim të rrallë për moshën e tij, jo vetëm mëson, por edhe jeton folklorin, duke u bërë një zë i ri për një trashëgimi të vjetër sa vet malet. Është mjaft premtues edhe merr mundimin të vijë. Ky është vetë 4 po thosh që vjen nga Trev, nga Dugaxhini i Ri në Mamurrës. Dhe është një djalë iniciator. Ka përnjë shumë për çiftelin, për këngën dhe tupanin. Është shumë aktiv, i papritueshëm dhe është shumë premtues për folklorin. Me thënë të drejtën është shumë e rëndësishme dhe unë për vetë këtu jam krenar këtu në Lezhë se Treva edhe e Kurbinit, edhe e Lezhës, edhe Mirdis kanë një përparësi të madhe, por sidomos se Treva e Lezhës ka një përparësi të madhe te folklori. Kam një pronje tepër të fuqishme nga fëmijët nxënës të shkollave që kërkojnë me mësu çiftelin, tupanin, vallet popullore të gjitha. Përmes talentit dhe përkushtimit të rinjve si Adriani, tradita e pasur muzikore e veriut po përcillet tek brezat e rinj, duke ruajtur dhe kultivuar si një pasuri kombëtare me vlera të veçanta.